Pasi kthehet nga një udhëtim, një milioner gjen në shtëpi nënën e tij duke u marrë me pranga nga policia. Nusja e djalit, e ftohtë dhe dinake, paraqet raporte mjekësore false dhe akuza të rreme për ta shtruar me forcë në spital. Por ajo që dukej si një krizë e të moshuarës, në fakt fsheh një rrjet korrupsioni dhe mizorie të planifikuar. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Një shijimët shtatori binte mbi Tiranë kur Artan Gashi më në fund pasi luetën madhështore të vilës së tij në zonën e liçenit artificial. Ishte pothuajse ora 7 e mbrëmjes dhe trafiku kaotik i qytetit i kishte shndërruar 20 minutat nga aeroporti në gati një orë durimi të vënë në provë. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi tani. Pas 15 ditësh i zhytur në takime strategjike, prezantime të pafundme dhe darka biznesi në Evropë, gjithçka që Artani donte ishte të përqafonte nënën e tij, të ndjente aromën e jaseminit që ajo përdorte gjithmonë dhe të dëgjonte zërin e saj të qetë duke i treguar të rejat e lagjes. Udhëtimi kishte qenë një sukses absolut. Kontrata milionere të firmosura, partneritete ndërkombëtare të lidhura, kompania e tij teknologjike më në fund po arrinte nivelin që ai kishte ëndërruar gjatë viteve të tëra pune të palodhur. Në moshën 42 vjeçare, Artan Gashi konsiderohej një nga sipërmarrësit më premtues të Shqipërisë. Emri i tij shfaqej në revista të specializuara, opinionet e tij mbi inovacionin kërkoheshin në konferenca dhe pasuria e tij rritej në mënyrë eksponenciale çdo 3 mujor. Por asgjë nga këto nuk kishte aq shumë rëndësi sa miratimi i heshtur në sytë e zonjës Tefta, nënës së tij 74 vjeçare, e cila gjithmonë kishte besuar tek i biri edhe kur të gjithë të tjerët dyshonin. Makina më në fund u parkua në garazhin e gjerë. Artani ndiu një therje faji kur vuri re se shtëpia ishte më e errët se zakonisht. Zonja Tefta kishte zakon t'i linte të gjitha dritat ndezur kur e dinte se ai po kthehej, një mënyrë e heshtur për të thënë se e priste. Ndoshta kishte harruar. Ndoshta ishte e lodhur. Artani tundi kokën duke larguar mendimet negative. Nëna e tij ishte e fortë, e kthjellët, plot jetë. Ende ecte çdo ditë në park, mbante një rutinë rigoroze ushtrimesh të lehta dhe adhuronte të kujdesej për kopshtin me orkide që e kultivonte me një përkushtim gati amësor. Por diçka nuk shkonte. Artani e ndjeu këtë në çastin kur hapi derën anësore të garazhit dhe dëgjoi zëra të mbytur që vinin nga salloni kryesor. Zëra të tensionuar, zyrtar. Zemra i rahu fort. Lëshoi valixhen në 2 sheme dhe vrapoi nëpër korridorin e mermert, hapat e tij jehonin në muret e veshura me piktura familjare. Skena që gjeti ishte si një makt i materializuar në realitetin e plotë. 3 makina policie ishin parkuar para shtëpisë, dritat e tyre të kuqe dhe blu pulsonin në një ritëm ogurzi që e shndërronte fasadën elegante në diçka të dalë nga një film horror. 2 agentë të uniformuar bisedonin me zë të ulët me një grua të gjatë me flokë të zinj të mbledhur në një topuz perfekt. Një grua që Artani e njihte shumë mirë. Elira. Nusja e djalit të tij. Gruaja e agentit, djalit të tij të vetëm. Dhe aty, në qendër të gjithë asaj rrëmuje, ishte zonja Tefta. Artani ndjeu se iku fryma. Nëna e tij, gjithmonë kaq elegante dhe e përmbajtur, kishte veshur një fustan të thjeshtë pambuku bojqielli, atë që e ruante për ditët kur rrinte vetëm në shtëpi duke u kujdesur për kopshtin. Flokët e saj të thinjur, normalisht të mbledhur në një topuz të butë, ishin paksa të shprishur. Por ajo që ja theu zemrën Artanit ishte shpreha në fytyrën e saj. Huti. Frikë. Pambarim. Njëri nga agjentët i mbante butësisht krahun zonjës Tefta, sikur të ishte gati ta shoqëronte diku. Tjetri mbante një dosje me dokumente. Dhe Elira, nusja e tij, mbante një shprehje shqetësimi të llogaritur me kujdes, buzët e shtrënguara në një vit të hollë, syt paksa të lagur sikur po përmbante lotët. Artan, çfarë bën këtu? E pyeti ajo me një zë melodramatik kur e pa të përshkonte kopshtin me hapa të mëdhenj. Mendova se ktheheshe nesër. Çfarë po ndodh? Kërkoi ai, duke injoruar plotësisht pyetjen e saj. Zëri i doli më i lartë se çe kishte ndërmend, i ngarkuar me panik dhe indinjat. Pse ka policë në shtëpinë time? Pse po e mbajnë nënën time? Elira shkëmbeu një vështrim të shpejt me njërin nga agjentët para se të përgjigjej. Duhet të flasim, Artan. Kjo është shumë delikate dhe e kuptoj që është një tronditje për ty, por... Një tronditje, e ndërpreu Artani, zëri i dridhej nga zemërimi i përmbajtur.
Kthehem nga udhëtimi dhe gjej nënën time duke u trajtuar si një kriminal. Çfarë dreqin po ndodh, Elira? Ku është Genti? Djali yt është në shtëpi duke pushuar. Ka kaluar një moment shumë të vështirë me gjithë këtë, u përgjigj Elira me atë ton zëri që Artanit i ishte dukur gjithmonë artificial, sikur ajo të provonte çdo fjalë para se ta shqiptonte. Dhe sa për nënën tënde, Artan, e di që kjo do të tingëllojë ashpër, por jemi këtu për shkak të një urdhri gjykate. Zonja Tefta duhet të shtrohet në spital për të mirën e saj. Të shtrohet, përsëriti Artani, mosbesues. Mendja e tij luftonte për të përpunuar ato fjalë. Të shtrohet ku? Pse? Nëna ime është krejtësisht mirë. Ajo nuk ka asnjë problem shëndetësor që justifikon. Pikërisht ky lloj mohimi i shqetëson mjekët, e ndërpreu butësisht Elira dhe Artani ndjeu dëshirën për të bërtitur. E di që ke qenë gjithmonë shumë i afërt me zonjën Tefta, por udhëtimet e tua të vazhdueshme, mungesa jote, përfunduan duke të penguar të vëresh shenja. Krizat janë intensifikuar javët e fundit. Krizat, përsëriti sërish Artani, duke u ndjerë si një papagall i bllokuar në një lak të pakuptueshëm. Çfarë krizash? Për çfarë po flet? Elira pshërtiu në mënyrë dramatike dhe hapi një dosje që mbante në dorë. Nga brenda, nxori disa dokumente të kapura me kapse. Raporte mjekësore, Artan. Nga 3 psikiatër të ndryshëm. Të gjithë bien dakord se zonja Tefta ka shfaqur kriza të rënda, sjellje të çrregullta, momente konfuzioni mendor akull. Ajo ka vënë në rrezik integritetin e saj. Kjo është gënjeshtër, shpërtheu Artani, duke bërë 2 hapa para se njëri nga policët të ngrinte dorën në një gest të sjellshëm, por të prerë për ta ndaluar. Nëna ime është plotësisht e kthjellët. Fola me të me videotelefonat para 3 ditësh dhe ishte krejtësisht mirë. Më tregoi për orkidet që kishin lulëzuar, për librin që po lexon, për recetën e re që provoi. Kjo është absurde. Elira ruajti shprehjen e saj të dëmshurisë false. Artan, raportet nuk gënjejnë. Dhe ti vetë sa po konfirmove se fole me të vetëm para 3 ditësh. Ke kaluar 15 ditë jashtë. Nuk e ke idenë se çfarë ka ndodhur në këtë periudhë. Krizat janë me ndërprerje. Ajo mund të duket krejtësisht normale për orë të tëra dhe pastaj, papritur, të hyjë në një gjendje konfuzioni të rrezikshëm. Artan, bir, zëri i brishti zonjës Tefta çau ajrin dhe ai ndjeu lotët t'i digjnin sy. Nuk e di çfarë po ndodh. Këta burra erdhën këtu me letra, duke thënë se duhet të shkojnë në një spital. Por unë nuk jam e sëmur, bir. Nuk jam. E di, mami, tha Artani, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm edhe pse e gjithë bota e tij po shembej. E di që nuk je e sëmur. Ky është një gabim. Një gabim i tmerrshëm. Zoti Gashi, ndërhyri njëri nga agjentët me zë të respektueshëm por autoritar. E kuptoj shqetësimin tuaj, por kemi këtu një urdhër gjykate të lëshuar nga një gjyqtar. Dokumentet janë në rregull. Shtrimi i detyruar është kërkuar nga familja, bazuar në raporte mjekësore që dëshmojnë nevojën për trajtim të menjëhershëm. Kërkuar nga familja? Artani u kthye nga Elira me një shprehje që përziente tronditjen dhe tërbimin. Ti e bëre këtë. Ti kërkove shtrimin e nënës sime pa u konsultuar me mua. Unë kisha prokur, Artan, u përgjigj Elira me qetësi, dhe fjalët e saj ishin si një thikë. Të kujtohen ato dokumente që firmose para serisë së fundit të udhëtimeve ndërkombëtare? Më dhe prokur të gjerë për të marrë vendime mjekësore dhe administrative në emër të familjes ndërsa ishe larg. Unë thjesht përdora këtë autorizim ligjor për të mbrojtur zonjën Tefta nga vetja e saj. Artani ndjeu se toka i iku nën këmbë. Prokura. Po, i kujtohej. Elira kishte këmbëngulur se ishte e nevojshme, një mas paraprake në rast se ndodhte ndonjë urgjencë ndërsa ai ishte jashtë vendit. Genti kishte mbështetur gruan e tij, duke thënë se kishte kuptim të kishte dik me fuqi vendimmarrëse në mungesë të babait. Dhe Artani, gjithmonë i zënë, gjithmonë duke besuar se nusja do të kujdesej mirë për familjen, kishte firmosur pa lexuar të gjitha detajet. Si mund ta imagjinonte se ato letra do të përdoreshin për këtë? Ky është manipulim, tha ai, zëri i doli i ngjirur. Ti përdore besimin tim kundër meje. Kundër nënës sime. Elira pshertiu sërish, sikur ajo të ishte viktima e situatës. Artan, e di që je i mërzitur. E di që është e vështirë.
por duhet të kuptosh se e bëra këtë për të mirën e të gjithëve. Zonja Tefta ka nevojë për ndihmë të specializuar. Klinika ku do të shtrohet është nga më të mirat në Tiranë. Trajtim human, mjek të specializuar, gjithë komoditeti i mundshëm. Është e përkohshme. Vetëm derisa ajo të stabilizohet. Ajo nuk ka nevojë të stabilizojë asgjë sepse nuk është e sëmurë, këmbënguli Artani, por e dinte se po e humbiste atë betejë. Agjentët tashmë i kishin verifikuar dokumentet. Urdhri i gjykatës ishte aty, i vullosur dhe i firmosur. Dhe Elira kishte prokurën. Nga pikpamja ligjore, gjithçka ishte korrekte. Por nga pikpamja morale, njerëzore, kjo ishte monstruoze. Zoti Gashi, tha agjenti sërish, këtë herë me një ton më të prerë. Duhet të zbatojmë urdhrin. Nëse ju përpiqeni të na pengoni, do të duhet të marrim masa më drastike. Ju lutem, mos ja bëni këtë më të vështirë nënës suaj se sa është tashmë. Artani shikoi zonjën Tefta dhe pa frikën në sytë e saj. Një frikë që nuk e kishte parë kur më parë, as edhe kur humbën patriarkun e familjes vite më parë. Në atë kohë, nëna e tij kishte qenë e fortë, shkëmbi mbi të cilin u mbështetën të gjithë. Dhe tani ajo ishte aty, e pambrojtur, e varur prej tij për ta mbrojtur. Dhe ai po dështonte. Do të shkoj me të, tha Artani pa pritur. Nëse do ta merrni, unë do të vi bashkë me të. Kjo nuk do të jetë e mundur sot, zotëri, u përgjigj agjenti. Klinika ka protokolle të rrepta pranimi. Ju mund ta vizitoni nesër, pas periudhës fillestare të përshtatjes. Përshtatjes fillestare, përsëriti Artani me hidhërim. Po flisni për nënën time sikur të ishte një kafshë që po zbutet. Artan, të lutem, Elira u përpoq t'i prekte krahun, por ai u largua vrasht. Mos e bëj këtë më traumatike për zonjën Tefta. Sa më shumë rezistencë të ofrosh, aq më keq do të jetë për të. Dhe kjo ishte lëvizja finale e Elirës. Ajo e dinte se Artani do të bënte gjithçka për t'i kursyer nënës së tij më shumë vuajtje. Ajo po përdorte dashurinë e tij kundër tij. Bir, thiri sërish zonja Tefta, zëri ju thye. Do të jem mirë. Vetëm dua që ti të zbulosh pse po ma bëjnë këtë. Unë të besoj ty, Artani përqafoi nënën e tij, duke e ndjerë të dridhej në krahët e tij. Do ta rregulloj këtë, mami, i përshpëriti në vesh. Të premtoj. Do të sjell përsëri në shtëpi. Kur agjentët e ndan butësisht zonjën Tefta nga Artani dhe e çuan drejt njërës prej makinave të policisë, ai ndjeu diçka brenda tij të thyej. Shikoi i pafuqishëm ndërsa nëna e tij u vendos në sediljen e pasme, shpreha e saj e hutuar dhe e friksuar e dukshme përmes dritares. Elira qëndroi aty duke vëzhguar gjithçka me atë maskë shqetësimi të ruajtur me kujdes. E di që është e vështirë, Artan, por do ta shohësh që bëra gjën e duhur. Zonja Tefta do të marrë trajtimin që i nevojitet dhe së shpejti do të kthehet, e stabilizuar dhe e shëndetshme. Artani u kthye ngadalë drejt saj. Shpreha e tij duhet të ketë komunikuar diçka të tmerrshme sepse Elira bëri një hap të vogël prapa. Nëse e ke lënduar nënën time në çfarëdo mënyre, nëse ky është ndonjë lloj skeme, unë do ta zbuloj, Elira. Dhe kur ta zbuloj, asgjë nuk do të mbrojë nga pasojat. Kërcënime janë këto, Artan, pyeti ajo, zëri i saj mori një notë më të ftohtë. Janë premtime, u përgjigj ai. Makinat e policisë u larguan duke e marrë zonjën Tefta larg shtëpisë së saj, kopshtit të saj me orkide, larg gjithçkaje që ajo njihte dhe donte. Artani mbeti aty, në mes të kopshtit që nëna e tij kujdesej me aq dashuri, duke ndjerë shiun e imët t'i lagte fytyrën. Ose ndoshta ishin lodh. Ai nuk e dinte më. Elira u zhduk brenda shtëpisë pa thënë asgjë tjetër. Dhe Artani, i vetëm nën shiun Tiranas, ju betua vetes se nuk do të pushonte derisa të kuptonte se çfarë po ndodhte dhe ta sillte nënën e tij përsëri. Pak orë më vonë, Artani ishte ulur në zyrën e Donika Bashës, një avokate e njohur e specializuar në të drejtën familjare që e njihte përmes qarqeve të biznesit. Zyra ndodhej në një ndërtesë moderne në bulevardin Dëshmorët e Kombit, e gjitha me xham dhe çelik, duke transmetuar një ndjenjë fuqie dhe efikasiteti. Por Artani nuk ndihej i fuqishëm. Ndihej i pafuqishëm, i frustruar, i dëshpëruar. Donika ishte një grua rreth të 50-tave, me flokë të shkurtër gështenjë dhe sy depërtues që dukeshin se thithnin çdo detaj. Ajo dëgjoi gjithë historinë e Artanit pa e ndërprerë, duke bërë shënime të herpashershme në një tablet.
Kur ai mbaroi, ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë duke analizuar dokumentet që Artani kishte sjell, kopje të prokurës, të raporteve mjekësore që Elira i kishte treguar, të urdhrit të gjykatës. Kjo është problematike, Artan, tha ajo më në fund, zëri i saj profesional, por jo pa empati. Prokura që ke firmosur është vërtet e gjerë. I jep nuses tënde fuqi të konsiderueshme mbi vendimet mjekësore dhe pasurore në emrin tënd dhe, rrjedhimisht, në emër të nënës tënde, duke pasur parasysh se ti je përgjegjësi kryesor ligjor për të. Por unë kur nuk e imagjinova se ajo do ta përdorte këtë për të shtruar nënën time kundër vullnetit të saj, protestoi Artani. Kjo duhet të jetë e paligjshme. Duhet të ketë diçka që mund të bëjmë. Donika tundi kokën ngadalë. Ka mos përputhje këtu që mund t'i eksplorojmë. Së pari, këto raporte mjekësore. Do të më duhet të verifikoj vërtetësinë e tyre, të konfirmoj nëse këta psikiatër e kanë ekzaminuar vërtet nënën tënde dhe nëse diagnozat janë bërë në mënyrë etike dhe profesionale. Së dyti, do të kontestojmë nevojën e shtrimit të detyruar. Na duhet një vlerësim i pavarur nga mjek që nuk kanë asnjë lidhje me nusën tënde apo me klinikën ku është shtruar nëna jote. Sa kohë do të marrë kjo, pyeti Artani, pa durimi i tij duke i qartë në zë. Shtrimet e detyruara janë çështje delikate në sistemin juridik shqiptar. Ka masa mbrojtëse për të mbrojtur të drejtat e pacientëve, por ekziston edhe njohja se, në disa raste, shtrimi është i nevojshëm për sigurinë e personit. Do të na duhet të provojmë se ky nuk është një nga ato raste. Kjo mund të marrë ditë, ndoshta javë. Javë, pothuajse bërtiti Artani, duke u ngritur pa pritur. Nëna ime po mjekohet, po izolohet, po trajtohet sikur të ishte e çmendur. Nuk mund të presim javë. Donika u ngrit gjithashtu duke anashkaluar tavolinën për të qëndruar më afër tij. E kuptoj ankthin tënd, Artan. Do të bëj gjithçka në fuqinë time për të përshpejtuar procesin. Por duhet të jem e sinqert me ty, nusja jote ka luajtur shumë mirë. Ajo ka dokumentacion në dukje të fortë, ka prokurën ligjore dhe ka një urdhër gjykate. Të zhbësh këtë kërkon kohë dhe strategji. Atëherë fillo tani, tha Artani, zëri i tij i ngarkuar me vendosmëri. Nuk më intereson kostoja. Angazho sa specialist të jenë të nevojshëm. Heto çdo detaj të këtyre raporteve. Gjej diçka, çfarëdo, që provon se kjo është një farsë. Donika tundi kokën, shpreha e saj u bë më e vendosur. Do ta vë ekipin tim në punë menjëherë. Por Artan, dua që të më thuash. A ka ndonjë arsye, ndonjë motiv që nusja jote mund të kishte për ta bërë këtë? Ndonjë konflikt familjar, çështje pasurore, çfarëdo që shpjegon pse ajo do të merrte masa kaq drastike. Artani qëndroi në heshtje për një moment, mendja e tij punonte shpejt. Elira kishte qenë gjithmonë ambicioze, këtë e dinte. Ajo vinte nga një familje e klasës së mesme të lartë, kishte studiuar drejtësi, kishte ndërtuar një karrierë të arsyeshme si avokate biznesi para se të martohej me Gentin. Por pas martesës, ajo praktikisht e kishte braktisur profesionin, duke ju përkushtuar asaj që e quante menaxhimi i jetës familjare. Artanit gjithmonë i ishte dukur e çuditshme kjo. Elira nuk dukej si tipi i gruas që do të kënaqej duke qenë vetëm shtëpiake. Nëna ime kontrollon një pjesë të konsiderueshme të pasurisë familjare, tha më në fund Artani. Kur babai im ndërroi jetë, ai la të strukturuar një sistem ku nëna ime ka zë aktiv në vendime. Nuk janë vetëm aksione dhe investime. Janë prona, kompani, pjesëmarrje. Nëse nëna ime do të shpallej e paaftë. Prokura që ka Elira do t'i lejonte asaj të merrte vendime në emër të nënës tënde, plotësoi Donika, sytë e saj shkëlqenin nga kuptimi. Dhe nëse nëna jote është e shtruar, e izoluar, duke u trajtuar si mendërisht e paqëndrueshme, kush do t'i vinte në dyshim këto vendime? Pikërisht, tha Artani, duke ndjerë të përziera teksa kuptonte për masat e asaj që po ndodhte. Kjo nuk ka të bëjë me shëndetin mendor. Ka të bëjë me paratë. Ka të bëjë me pushtetin. Elira do të kontrolloj pasurinë e familjes. Donika u kthye në karrigen e saj dhe filloi të shtypte shpejt në kompjuter. Kjo ndryshon gjithçka, tha ajo. Nëse arrim të provojmë se motivimi i saj është pasuror dhe jo mjekësor, kemi një çështje shumë më të fortë. Por na duhen prova. Na duhet diçka konkrete që tregon se ajo po vepron me keqbesim. Atëherë do ta gjejmë, tha Artani, zëri i tij mori një notë vendosmërie të hekur. Do të hetoj çdo lëvizje të Elirës.
Do të zbuloj se çfarë po kurdis. Dhe do të provoj se e gjithë kjo është një gënjeshtër. Kujdes, Artan, paralajmëroi Donika. Nëse Elira kupton se po heton, ajo mund të marrë masa për të mbuluar gjurmët e saj. Ose më keq, mund të përdor prokurën për të marrë vendime edhe më drastike në lidhje me nënën tënde. Artani ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Mendon se ajo mund t'i bëj keq nënës sime? Nuk e di, u përgjigj Donika sinqerisht. Por kur ka kaq shumë para në mes, njerëzit janë të aftë për gjëra të paimagjinueshme. Duhet të veprojmë shpejt, por duhet të veprojmë edhe me zgjuarsi. Kur Artani doli nga zyra e Donikës, ishte kaluar mesnata. Tirana, që nuk flinte kurrë plotësisht, ende pulsonte me jetë rreth tij. Dritat neoni reflektoheshin në pellgjet e ujit të lëna nga shiu, makinat kalonin shpejt nëpër bulevard, njerëzit ktheheshin nga baret dhe restorantet. Por Artani nuk shihte asgjë nga këto. Mendja e tij ishte e bllokuar në një imazh të vetëm, fytyra e frikësuar e nënës së tij ndërsa e merrnin. Zonja Tefta, që gjithmonë kishte qenë shkëmbi i tij, burimi i tij i forcës dhe mençurisë. Gruaja që e kishte rritur vetëm pasi babai ndërroi jetë, që kishte sakrifikuar ëndrat e saj për të siguruar që i biri të kishte të gjitha mundësitë. Dhe tani ai e kishte zhgënjur. Jo, e korrigjoi veten Artani ndërsa hynte në makinën e tij. Ai nuk kishte dështuar ende. Ky ishte vetëm fillimi. Elira mund të kishte fituar betejën e parë, por lufta sapo kishte filluar. Ai ndezi motorin dhe filloi të ngiste nëpër rrugët e Tiranës, pa një destinacion specifik, vetëm me nevojën për të lëvizur, për të menduar, për të planifikuar. Genti. Djali i tij ishte pjesa tjetër e këtij puzleji, nëse Elira ishte pas gjithë kësaj, Genti e dinte. Duhej ta dinte. Ose, të paktën, duhej të dyshonte diçka. Artani mori celularin dhe formoi numrin e të birit. Thirrja shkoi direkt në sekretarinë telefonike. Ai provoi edhe 2 herë të tjera. I njëjti rezultat. Genti po i shmangej telefonatave të tij. Kjo thoshte shumë. Artani atëherë vendosi se do t'i bënte një vizitë të birit ditën tjetër. Personalisht, ball për ball, ku Genti nuk mund të ikte. Ai duhej të kuptonte rolin e të birit në gjithë këtë situatë. Genti ishte i dobët, Artani e dinte këtë. Gjithmonë kishte qenë indikueshëm, i pasigurt, vazhdimisht në kërkim të miratimit. Pikërisht lloji i personit që Elira mund ta manipulonte lehtësisht. Por Genti e donte gjithashtu gjyshen e tij. Që i vogël, ai kishte një lidhje të veçantë me zonjën Tefta. Ajo e ngushëllonte kur djemt e tjerë talleshin me të në shkollë, e inkurajonte kur ai hiqte dorë nga gjërat shumë shpejt, e mirëpriste kur Artani ishte larg, i zënë duke ndërtuar një perandori biznesi. Nëse Artani do të arrinte ta bënte Gentin të shihte se çfarë po bënte Elira në të vërtetë, ndoshta do të fitonte një aleat. Ose, të paktën, do të hiqte një pengesë nga rruga. Orët në vijim ishin një mjegull mendimesh obsesive dhe planifikimi strategjik. Artani bëri një listë mendore të gjithçkaje që duhej të bënte, të vizitonte Gentin, të hetonte klinikën ku ishte shtruar nëna e tij, të angazhonte hetues privat për të zbuluar gjithçka rreth lëvizjeve të fundit të Elirës, të verifikonte financat e familjes për të parë nëse kishte tashmë ndonjë lëvizje të dyshimit. Kur më në fund arriti në shtëpi, vila ishte e heshtur dhe e errët. Pikërisht siç e kishte lënë, por tani dukej ndryshe. E zbrazët. Sikur mungesa e zonjës Tefta të kishte thithur gjithë jetën e vendit. Artani eci drejt dhomës së nënës së tij. Dera ishte gjysmë e hapur. Ai e shtyu ngadalë dhe ndezi dritën. Gjithçka ishte pikërisht siç e kishte lënë ajo. Krevati i rregulluar në mënyrë perfekte me mbulesën me lule që ajo adhuronte. Librat e organizuar me kujdes në raft. Parfumi i butë i jaseminit ende pezull në ajër. Fotografik në komodin që tregonin dekada të një jete të jetuar mirë. Artani u ul në krevat duke marrë një nga fotografitë. Ishte një imazh i vjetër, i zbehur, që tregonte zonjën Tefta të re, duke buzëqeshur rrezatuese pranë burrit të saj dhe me Artanin fëmijë në prerë. Kohë më të thjeshta. Kohë më të lumtura. Do të sjell përsëri, mami, i përshpëriti ai dhomës së zbrazët. Pavarësisht se çfarë duhet të bëj. Pavarësisht se sa kohë do të marrë. Do ta rregulloj këtë.
Dhe ndërsa Agimi po afrohej, Artan Gashi, si përmarrësi milioner që kishte ndërtuar një perandori nga zeroja, që kishte negociuar me investitor ndërkombëtar dhe kishte pushtuar tregje, e gjeti veten duke u përballur me sfidën më të rëndësishme të jetës së tij. Të shpëtonte nënën e tij nga kthetrat e dikujt që ajo e besonte si familje. Lufta kishte filluar. Mëngjesi tjetër erdhi me një diell të ndrojtur që përpiqej të çante shtresën gri të reve mbi Tiranë. Artani nuk kishte fjetur. E kishte kaluar gjithë natën në zyrën e tij në shtëpi, duke analizuar dokumente financiare, duke bërë telefonata me kontakte që mund ta ndihmonin, duke ndërtuar strategji. Duart I dridheshin nga lodhja dhe kafeina, por vendosmëria e tij mbetej e palëkundur. Në orën 7 të mëngjesit, ai ishte tashmë në makinë, duke ngarë drejt apartamentit të Gentit dhe Elirës në zonën e bllokut. Trafiku I mëngjesit në Tiranë ishte një kaos I parashikueshëm, por Artani mezi e vinte re. Mendja e tij ishte e zënë duke provuar se çfarë do t'i thoshte të birit. Si do ta trajtonte çështjen pa e bërë Gentin të mbyllej plotësisht. Si do të zgjonte tek ai ndonjë ndjenjë besnikërie familjare që mund të ishte në gjumë në ndikimin e Elirës. Pallati ku banonte Genti ishte modern, me fasadë xhami pasqyrë dhe siguri të rreptë. Artani u prezantua te roja dhe, pas disa minutash pritjeje që ju dukën të përjetshme, mori leje për t'u ngjitur. Ndërsa ashensori ngjitej në heshtje drejt katit të 15, ai mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte përzierjen e zemërimit, frustrimit dhe trishtimit që kërcënonte të shpërthente. Genti hapi derën me një shprehje që Artani e njihte mirë. Ishte fytyra e dikujt që do të preferonte të ishte kudo tjetër, duke bërë çdo gjë tjetër. Djali I tij ishte 30 vjeç, por dukej më I ri, me tipare delikate të trashëguara nga nëna që Artani e kishte humbur ende në fëmijërinë e Gentit. Flokë gështenjë të shprishur, sy me radh të zinj, rroba të zhubrosura sikur të kishte fjetur me tov babi, tha ai thjesht, pa entuziazëm. Nuk të prisja kaq herët. Duhet të flas me ty, tha Artani, duke hyrë pa pritur ftesë. Për gjyshen tënde. Për atë që bëri gruaja jote. Genti mbylli derën ngadalë, duke shmangur vështrimin e të atit. Elira nuk është këtu. Doli herët për të zgjidhur disa gjëra. Më mirë kështu, u përgjigj Artani, duke vëzhguar apartamentin. Ishte elegant, I dekoruar me shije të shtrenjtë dhe moderne. Por kishte diçka sterile në atë mjedis, sikur askush të mos jetonte vërtet aty. Asnjë foto familjare në mure. Asnjë prekje personale. Vetëm mobilje dizajni dhe art bashkëkohor. Genti, ti e di se çfarë po ndodh. Gjyshja jote u shtrua me forcë dje. U rrëmbye nga shtëpia sikur të ishte një kriminal. Babi, të lutem, tha Genti me zë të lodhur, duke u hedhur në divanin prej lëkure bezh. Mos fillo. E di që është e vështirë për ty ta pranosh, por gjyshja vërtet nuk ishte mirë. Elira bëri atë që duhej bërë. Artani ndjeu zemërimin t'i ngjitej si vrerë në fy. Bëri atë që duhej bërë, përsëriti ai, zëri I tij rrezikshëm I ulët. Genti, ti vërtet e beson këtë? Ke kaluar 30 vitet e fundit pranë kësaj gruaje. Ajo të ka rritur po aq sa unë. Ti vërtet mendon se ajo po kalon kriza mendore? Genti shmangu vështrimin, gishtat nervoz luanin me pëlhurën e divanit. Nuk e di, babi. Unë nuk jam mjek. Raportet thonë se po. Elira mi tregoi të gjitha. 3 psikiatër të ndryshëm arritën në të njëjtin përfundim. Dhe nuk të erdhi çudi që gruaja jote shkoi te 3 psikiatër të ndryshëm pa u konsultuar me ty apo me mua së pari, e shtyu Artani, duke u ulur në koltukun përballë të birit. Nuk të erdhi e dyshim që e gjithë kjo ndodhi në 2 javët që unë isha jashtë vendit? Genti më në fund e shikoi të atin dhe Artani pa diçka në sytë e tij. Frikë. Djali I tij kishte frikë. Gjyshja kishte kriza, babi. Gjëra të vogla në fillim. Harronte ku I vinte gjërat, hutoi se çfarë dite ishte, fliste vetëm në kopsht. Elira u shqetësua dhe mendoi se ishte më mirë të konsultohej me specialist. Nëna jote kur nuk ka paraqitur asnjë nga këto simptoma kur unë isha këtu, kundërshtoi Artani. Dhe unë fola me të 3 ditë më parë me videotelefonat. Ajo ishte plotësisht e kthjellët, Genti. Folëm për gjithçka. Për librin që po lexon, për orkidet, për ty, Genti u ngurtësua lehtë. Për mua? Ishte e shqetësuar për ty. Tha se dukeshe I largët, I trishtuar.
Pyeti nëse gjithçka ishte në rregull në martesën tënde. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Genti u ngrit papritur dhe eci drejt dritares, duart futur në xhepa, shpatullat të tensionuara. Gjithçka është në rregull në martesën time, tha ai, por fraza tingëlloi e zbrazët. Genti, Artani u ngrit gjithashtu, duke ju afruar të birit me kujdes, sikur të kishte të bënte me një kafshë të frikësuar. Nëse Elira po të bën presion, nëse po të bën të bësh gjëra që nuk do, mund të më tregosh. Unë mund të ndihmoj. Askush nuk po më bën të bëj asgjë, u përgjigj Genti shpejt në mbrojtje. Elira është gruaja ime. Ajo do më të mirën për familjen. Ajo do më të mirën për pasurinë e familjes, do të thuash, nuk mundi ta përmbante Artani. Genti, gjyshja jote kontrollon një pjesë të konsiderueshme të pasurisë sonë. Nëse ajo shpallet e paaft, nëse mbetet e shtruar, gruaja jote, që ka prokur të gjerë që unë budallallku e firmosa, do të ketë kontroll mbi gjithë këtë. Nuk e sheh se çfarë po ndodh këtu? Genti u kthye vrasht dhe Artani pa lot në sytë e të birit. Ti gjithmonë ke qenë kështu, babi. Gjithmonë duke menduar se di gjithçka, se je mbi të gjithë. Elira është gruaja ime. Ajo nuk është ndonjë përbindësh llogaritës. Ajo po përpiqet të ndihmoj. Të ndihmoj kë, Genti? Gjyshja jote është në një klinikë psikiatrike tani, duke u mjekuar, izoluar, trajtuar sikur të ishte e çmendur. Ti mendon se kjo është ndihmë? Genti kaloi duart nëpër fytyrë, një gjest frustrimi dhe raskapitjeje. Nuk e di më se çfarë të mendoj, babi. Gjithçka është e paqartë. Elira më tregon raportet, më shpjegon gjërat dhe gjithçka duket se ka kuptim. Por pastaj kujtoj gjyshen se si ka qenë gjithmonë e fortë, e kthjellët, e pranishme. Dhe nuk arriti pajtoj të dy imazhet. Artani bëri një hap përpara, duke i vënë dorën në shpatull të birit. Atëherë beso kujtesës tënde, Genti. Beso asaj që di për gjyshen tënde. Jo raporteve që u shfaqen në mënyrë të përshtatshme kur unë isha larg. Jo fjalëve të Elirës. Asaj që ti e di se është e vërtetë. Genti dukej se ishte gati të përgjigjej kur dera e apartamentit u hap. Elira hyri, elegante si gjithmonë me një kostum gri të errët që bërtiste fuqi dhe kontroll. Ajo ndaloi kur pa Artanin, shpreha e saj ndryshoi nga habia në diçka më të llogaritur në pak sekonda. Artan, tha ajo me zë neutral. Nuk prisja të gjeja këtu. Po flisja me djalin tim, u përgjigj Artani ftohtë. Për gjyshen e tij. Për gjithë këtë situatë. Elira vendosi çantën në një tavolinë të vogël pranë derës, lëvizjet e saj qëllimisht të qeta. E imagjinoj. Dhe imagjinoj gjithashtu se po përpiqesh të mbjellësh dyshime në kokën e Gentit. Nuk kam nevojë të mbjell dyshime. Dyshimet janë tashmë aty. Çdo person me një minimum logjike do të shihte se ka diçka shumë të gabuar në gjithë këtë histori. Elira pshertiu, sikur të kishte të bënte me një fëmijë kokfort. Artan, e di që po vuan. E di që është e vështirë të pranosh se zonja Tefta ka nevojë për ndihmë të specializuar. Por të më sulmosh mua nuk do t'i ndryshoj faktet. Raportet mjekësore janë të vërteta. Urdhri i gjykatës është i vlefshëm. Dhe unë bëra atë që çdo person i përgjegjshëm do të bënte në të njëjtat rrethana. Ti përdore një prokur që unë e firmosa duke të besuar për të shtruar nënën time kundër vullnetit të saj, tha Artani, çdo fjalë e rënd me akuzë. Kjo nuk është përgjegjësi. Është tradhti. Sytë e Elirës shkëlqyen me diçka që mund të ishte zemërim ose kënaqësi. Artani nuk ishte i sigurt. Tradhti do të ishte ta lija zonjën Tefta në një gjendje mendore të përkeqësuar pa kërkuar ndihmë mjekësore. Tradhti do të ishte të injoroja simptomat për shkak të krenarisë ose mohimit. Unë veprova duke menduar për mirëqenien e saj. Mendoj se është më mirë të ikësh, babi, ndërhyri butësisht Genti dhe Artani u ndje sikur mori një grusht. Duhet të pushoj. Dhe ti gjithashtu. Të gjithë kemi nevojë. Artani shikoi të birin duke parë humbjen në sytë e tij. Genti kishte zgjedhur anën e tij. Ose, më saktë, ishte manipuluar për të zgjedhur. Por nuk ishte tepër vonë. Artani ende kishte kohë t'i tregonte të vërtetën të birit. Po iki, tha ai më në fund. Por kjo nuk ka mbaruar, Elira. As pak. Sigurisht që jo, u përgjigj ajo me një gjysmë buzëqeshje që nuk i arriti sy.
Jam e sigurt se do të bësh gjithçka në fuqinë tënde për të kontestuar vendimet mjekësore dhe ligjore. Është e drejta jote. Por në fund, faktet do të flasin vetë. Artani doli nga apartamenti me shijen e hidhur të humbjes së përkohshme në gojë. Por ndërsa priste ashensorin, celulari i tij ra. Ishte Donika, avokatja. Artan, dua të vish në zyrën time menjëherë, tha ajo, zëri i saj i tensionuar. Zbulova diçka për raportet mjekësore. Dhe nuk është as pak mirë. Një orë më vonë, Artani ishte përsëri ulur në sallën elegante të Donikës, duke e vëzhguar ndërsa ajo organizonte një pirg dokumentesh në tavolinën e xhamit mes tyre. Arrita të kontaktoj me 2 nga 3 psikiatrit që firmosën raportet e nënës tënde, filloi Donika pa u zgjatur. Njëri prej tyre, Agim Petrela, njihet si, le të themi, fleksibël me vlerësimet e tij. Tashmë është paralajmëruar nga urdhri i mjekut për parregullsi etike. Tjetri, Petrit Leka, ka lidhje financiare me klinikën ku ushtrua nëna jote. Ai është aksioner minoritar. Artani ndjeu një shkëndijë shprese. Ky është konflikt interesi. I bën të pavlefshme raportet. Jo domosdoshmërisht, tha Donika me kujdes. Por sigurisht që ngre pyetje mbi pançmërinë e vlerësimeve. Problemi është se psikiatria e tretë, Anila Konomi, ka reputacion të patëmerë. Ajo është e respektuar, etike, pa asnjë njollë në historikun e saj. Nëse ajo e ka vlerësuar vërtet nënën tënde dhe ka arritur në përfundimin se kishte nevojë për shtrim, do të jetë shumë më e vështirë të kontestohet. Artani rudhi ballin. Atëherë duhet të flasim me të. Të zbulojmë saktësisht se si ishte ky vlerësim. U përpoqa. Ajo refuzoi të fliste me mua pa një urdhër gjykate. Pretendoi sekretin mjek-pacient, tha Donika, por kishte diçka në zërin e saj që Artani nuk mund ta identifikonte. Por Artan ka diçka tjetër. Diçka që duhet të ta them dhe që mund ta komplikoj situatën tonë. Çfarë është? Donika mori frym thellë, qartësisht e parehatshme. Unë dhe Elira njihemi. Jo vetëm sipërfaqësisht. Kemi qenë kolege në fakultetin e drejtësisë. Artani ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Si kështu, kolege? Studiuam bashkë për 4 vjet në Universitetin e Tiranës. Ishim të afërta në fillim, por kjo ndryshoi gjatë kursit. Kishte rivalitet, konkurrencë të ashpër për nota, praktika, njohje nga profesorët. Në vitin e fundit, patëm një mosmarrëveshje serioze që rezultoi në denoncime etike nga të dyja anët. Asgjë nuk u provua, por la gjurmë. Artani u ngrit papritur, duke u ndjerë sikur toka po shembej sërish nën këmbët e tij. Pse nuk ma the këtë dje? Sepse nuk mendova se ishte relevante në fillim, u përgjigj Donika, duke u ngritur gjithashtu. Ishte më shumë se 25 vjet më parë, Artan. Jetët tona morën rrugë krejtësisht të ndryshme pas diplomimit. Unë as nuk e dija se ajo ishte martuar me djalin tënd derisa ti përmende emrin e saj dje. Vetëm kur shkova në shtëpi dhe verifikova dokumentet të vjetra, mu kujtua. Por tani që t'u kujtua, çfarë do të thotë kjo për çështjen, kërkoi Artani. Mund të vazhdosh të më përfaqësosh? Nuk ka ndonjë lloj konflikti interesi edhe këtu? Teknikisht, jo. Konflikti që patëm ishte dekada më parë dhe nuk ka lidhje me këtë çështje. Por e kuptoj nëse preferon të kërkosh një avokat tjetër. Nuk do të ofendohem. Artani qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar këtë informacion të ri. Jo, tha ai më në fund. Ti tashmë je e njohur me çështjen. Tashmë ke filluar hetimet. Të ndërosh avokat tani vetëm do të vononte gjithçka. Por dua të di. Motivimi yt për të më ndihmuar është thjesht profesional, apo ka diçka personale në këtë? Donika e shikoi drejt për drejt. Do të jem e sinqert me ty, Artan. Kur kuptova se kush ishte nusja jote, ndjeva një kënaqësi fillestare. Elira ka qenë gjithmonë ambicioze, llogaritse, e gatshme të bënte çfarëdo që ishte e nevojshme për të arritur atë që donte. Të dija se më në fund ajo mund të përballej me pasojat për veprimet e saj ishte shpërblyese. Por kjo nuk ndryshon faktin se nëna jote është një viktimë e pafajshme në këtë situatë. Edhe nëse Elira nuk do të ishte e përfshirë, unë ende do të luftoja për çështjen e zonjës Tefta, sepse është gjëja e duhur për t'u bërë. Artani studioi shprehjen e Donikës, duke kërkuar shenja gënjeshtre ose manipulimi.
por gjithçka që pa ishte sinqeritet. Ose ajo ishte një aktore e jashtëzakonshme, ose po thoshte të vërtetën. Në rregull, tha ai më në fund. Vazhdo me çështjen. Por më mbaj të informuar për gjithçka. Pa sekrete. Pa sekrete, ra dakord Donika. Atë pasdite, Artani mori një telefonat nga një numër i panjohur. Ai hezitoi para se të përgjigjej, por diçka e bëri të pranonte thirrjen. Zoti Gashi, tha një zë mashkullor nga ana tjetër. Nuk më njihni, por duhet të flas me ju. Bëhet fjalë për nënën tuaj. Kush jeni ju? Pyeti Artani menjëherë, duke e vënë thirrjen në altoparlant ndërsa merrte një stilolaps për të bërë shënime. Emri im është Ilir Vokshi. Jam mjek psikiatër në klinikën Shpresa e Re, ku është shtruar nëna juaj. Ose më sakt, Isha. U pezullova nga detyra sot në mëngjes. U pezulluat, përsëriti Artani, vëmendja e tij plotësisht e përqendruar tani. Pse? Pati një pëshërtim të gjatë nga ana tjetër. Sepse bëra shumë pyetje. Vura në dyshim protokollet. Nuk isha dakord me trajtimin që po i aplikohet nënës suaj. Zemra e Artanit u përshpejtua. Dhe çfarë nuk shkon me trajtimin? Gjithçka, tha Iliri me zë të lodhur. Zoti Gashi, kam punuar në atë klinik për 7 vjet. Kam parë shumë raste shtrimesh legjitime, pacientësh që vërtet kishin nevojë për ndihmë të specializuar. Nëna juaj nuk është një nga këto raste. Ajo u soll mbrëm, plotësisht e kthjellët, e orientuar, pa paraqitur asnjë simptom të çrregullimit mendor akut. Dhe megjithatë u dhan urdhra për t'u qetësuar menjëherë, për t'u izoluar nga kontakti i jashtëm dhe për t'u nënshtruar një protokolli medikamentesh agresive. Artani ndjeu të përziera. Po thoni se po e mjekojnë nënën time pa nevojë? Po them se po e mjekojnë nënën tuaj në mënyrë që të krijojnë simptoma që justifikojnë shtrimin. Është një model që e kam vërejtur në disa raste specifike në klinik. Pacientë që vinë krejtësisht të shëndetshëm dhe, pas ditësh mjekimi të detyruar, fillojnë të shfaqin konfuzion mendor, çorientim, sjellje të çrregullta. Pastaj mjekët tregojnë këto simptoma dhe thonë, shikoni, kishim të drejtë, pacienti vërtet kishte nevojë për trajtim. Kjo është kriminale, tha Artani, zëri i dridhej nga zemërimi. Pse nuk e keni denoncuar më parë? U përpoqa. Shkova te drejtoria e klinikës, raportova shqetësimet e mia, paraqita dokumentacion. U injorova, u kërcënova me shkarkim dhe pastaj, kur këmbëngula, u akuzova për sjellje të pahishme dhe u pezullova. Kam klauzola konfidencialiteti në kontratën time që më pengojnë të flas publikisht për atë që ndodh atje brenda. Por nuk mund të rri në heshtje kur shoh një padrejtësi kaq flagrante. Ilir, tha Artani, duke zgjedhur fjalët me kujdes. A do të ishit i gatshëm të dëshmonit për këtë? Të ofronit dokumentacion, kartela mjekësore, çdo gjë që provon atë që po thoni? Pati një pauzë të gjatë. Pastaj, do të isha. Por kam nevojë për mbrojtje. Njerëzit pas kësaj klinike nuk janë vetëm mjek jo etik. Ka lidhje me figura të fuqishme, autoritete që lehtësojnë këtë lloj skeme. Nëse dëshmoj, do të bëhem një objektiv. Do t'ju garantoj mbrojtjen tuaj, premtoi Artani. Kam burime. Kam kontakte. Vetëm dua që të më jepni prova konkrete të asaj që po ndodh atje brenda. Kam kopje të disa kartelave. Asgjë zyrtare, kuptoni. Por fotografi, shënime personale mbi mospërputhjet që kam vërejtur. Mund t'ju a dërgoj. Bëjeni këtë. Dhe Ilir, faleminderit. Për guximin për të bërë gjën e duhur. Vetëm shpresoj të mos jetë tepër vonë për nënën tuaj, u përgjigj mjeku para se të mbyllte telefonin. Artani menjëherë i telefonoi Donikës dhe i raportoi bisedën. Ajo dëgjoi në heshtje dhe pastaj tha, kjo është pikërisht lloji i provës që na duhet. Por ai ka të drejtë për rreziqet. Nëse ka vërtet një skem të organizuar pas kësaj klinike, njerëzit e përfshirë do të reagojnë kur të kuptojnë se po ekspozohen. Atëherë duhet të veprojmë shpejt, tha Artani. Para se ata të kuptojnë se çfarë dim. Por ndërsa Artani dhe Donika planifikonin hapat e tyre të ardhshëm, një tjetër pjesë po lëvizte në tabelën e shahut. Rudina Xhaxho, një gazetare investigative e njohur për ekspozimin e skandaleve korporative dhe korrupsionit, kishte marrë një denoncim anonim për parregullsi në klinikën Shpresa e Re.
Denoncimi nuk përmendte emra specifik, por përfshinte detaje të mjaftueshme për të zgjuar interesin e saj profesional. Rudina ishte 38 vjeç, e diplomuar për gazetari në Tiranë dhe kishte punuar në mediat kryesore para se të bëhej e pavarur. Ajo ishte specializuar në hetime të gjata, të thella, lloji i punës që gazetarët e tjerë e konsideronin të mërzitshme, por që ajo e konsideronte thelbësore. Artikujt e saj tashmë kishin rrëzuar politikan të korruptuar, kishin ekspozuar mashtrime biznesi dhe u kishin dhënë zë viktimave të panumërta të padrejtësisë. Dhe tani, ndërsa lexonte denoncimin anonim për herë të tretë në apartamentin e saj të vogël, por komod në zonën e Pazarit të Ri, ajo ndjeu atë ndjesin familjare se ishte gati të zbulonte diçka të madhe. Denoncimi ishte i paqartë në detaje, por mjaftueshëm specifik për të qenë i besueshëm. Flitej për shtrime të detyruara, manipulim të diagnozave, mjek jo etik dhe një rrjet korrupsioni që përfshinte jo vetëm klinikën, por edhe figura publike që lehtësonin skemën. Kishte përmendje të përvetësimit të pasurive, shfrytëzimit të moshuarve të pambrojtur dhe heshtje sistematike të atyre që përpiqeshin të denonconin. Rudina filloi hetimin e saj siç bënte gjithmonë, në mënyrë diskrete. Hulumtoi për klinikën në Shpresa e Re, duke zbuluar se ishte një institucion privat i standardit të lartë, i specializuar në trajtime psikiatrike për pacientë të klasës së lartë. Klinika kishte një fasadë të patëmedh. Mjek të njohur, ambiente të klasit të parë, dëshmi pozitive nga familjarët e pacientëve të shëruar. Por ndërsa thelloi, filloi të gjente çarje të vogla në këtë fasadë perfekte. Ankesa të izoluara në forume online, të hequra shpejt por ende të dukshme në caqet e shfletuesve. Përmendje të paqarta në grupe mbështetëse për familjarët e personave me çrregullime mendore për raste të çuditshme që përfshinin atë klinikë specifike. Asgjë konkrete, por mjaftueshëm për të konfirmuar se ja vlente të hetohej më tej. Rudina vendosi se duhej të fliste me dikë të përfshirë drejt për drejt. Dhe kështu, përmes një rrjeti kontaktesh që ajo kishte kultivuar gjatë viteve, përfundoi duke zbuluar për Dr. Ilir Vokshin, mjekun e pezulluar së fundmi nga klinika. 2 ditë pas telefonatës mes Artanit dhe Dr. Ilirit, Rudina ishte ulur në një kafene diskrete në qendër të Tiranës, regjistruesi i fikur por bloku i shënimeve i hapur, duke dëgjuar mjekun të rrëfente gjithçka që kishte dëshmuar. Nuk është vetëm shtrimi i zonjës Tefta Gashi, tha ai, zëri i tij i ulët por urgjent. Ka një model. Pacient të moshuar nga familje të pasura, të shtruar në justifikime mjekësore të dyshimta, të mbajtur të izoluar dhe të mjekuar derisa të sëmuren vërtet. Ndërkohë, familjarët që kërkuan shtrimin fitojnë akses në burimet pasurore, marrin vendime financiare në emër të shtruarve, dhe kur pacientët më në fund dalin, nëse dalin, tashmë janë vërtet të dobësuar mendërisht nga gjithë trajtimi i papërshtatshëm që kanë marrë. Rudina bënte shënime të shpejta. Keni prova për këtë? Kam dokumentacion të 5 rasteve në 2 vitet e fundit që paraqesin të njëjtin model. Nuk është shumë dhe nuk është zyrtare, por është mjaftueshëm për të ngritur pyetje serioze mbi praktikat e klinikës. Dhe drejtoria e di këtë? Dr. Iliri tundi kokën seriozisht. Drejtoria jo vetëm që e di, por e lehtëson. Ka stimuj financiar të përfshirë. Klinika merr pagesa të konsiderueshme për këto shtrime afatgjata. Dhe ka indikacione se një pjesë e këtyre parave shkon te figura të jashtme që ndihmojnë në legjitimimin e procesit. Avokat që përgatisin prokurat, gjyqtarë që lëshojnë urdhra shtrimi pa pyetur, madje edhe disa zyrtarë që marrin favore ose përfitime në këmbim të lehtësimit të sistemit. Rudina ndjeu adrenalinën familjare të një historie të madhe që fillonte të zbulohej. Por ndjeu gjithashtu përgjegjësinë e rëndë të këtij lloji hetimi. E kuptoni se, duke mi treguar këto, po vini në rrezik karrierën dhe ndoshta sigurinë tuaj? E kuptoj, u përgjigj ai me qetësi. Por nuk mund të rri më në heshtje. E pash zonjën Tefta kur erdhi. Pash frikën në sytë e saj, hutin sepse ishte aty. Dhe pash si e mjekuan menjëherë, si e izoluan, si filluan të krijonin një historik mjekësor që justifikonte praninë e saj atje. Nuk mund të jem bashkëpunëtor në këtë. Rudina shtriu dorën mbi tavolinë, duke prekur lehtë krahun e mjekut në një gest solidariteti. Do të mbroj identitetin tuaj për sa kohë të jetë e mundur. Dhe do ta hetoj këtë deri në fund. Këta njerëz nuk do të vazhdojnë ta bëjnë këtë pa u ndëshkuar. Kur Rudina u largua nga kafeneja, mendja e saj tashmë po punonte për hapat e ardhshëm.
Ajo kishte nevojë për më shumë burime, më shumë prova, më shumë lidhje mes pjesëve të këtij puzzle-i, dhe ajo duhej të fliste me Artan Gashin, djalin e zonjës Tefta. Nëse dikush kishte motivim për të ekspozuar këtë situatë, ishte ai. Ndërkohë, në klinikën Shpresa e Re, zonja Tefta ishte ulur në një dhomë të vogël por komode, duke shikuar përmes dritares me hekura kopshtin e mirëmbajtur jashtë. Ajo ishte e hutuar, e frikësuar, por ende mjaftueshëm e kthjellët për të ditur se diçka ishte tmerrësisht gabim. Infermieret ishin të sjellshme por të largëta. Mjekët vinin rregullisht, bënin pyetje të çuditshme, shënonin gjëra në bloqe pa i dëgjuar vërtet përgjigjet e saj. Dhe ilaçet. Kaq shumë ilaçe. Pilula me ngjyra që e bënin të përgjumur, të çorientuar, të paftë, të mendonte qartë. Ajo ishte përpjekur t'i refuzonte, por i thanë se ishte e nevojshme, se ishte për të mirën e saj, se së shpejti do të ndihej më mirë. Por zonja Tefta nuk ndihej më mirë. Ndihej më keq çdo ditë. Dhe në thellësi të mendjes së saj, ende jo plotësisht e turbulluar nga mjekimi, ajo mbante një siguri të palëkundur: Artani do të vinte. Djali i saj do ta gjente. Dhe ai do ta çonte përsëri në shtëpi. Një javë kishte kaluar që kur zonja Tefta ishte marrë. Një javë që ju duk një përjetë si Artanit. 7 ditë hetimesh të ethshme, takimesh me avokat, bisedash të tensionuara me kontakte me ndikim dhe net pa gjumë. Çdo ditë që kalonte, vendosmëria e tij rritej, e ushqyer nga një përzierje zemërimi, faji dhe dashurie të pakushtëzuar për nënën e tij. Rudina Xhaxho ishte bërë një aleate e papritur por thelbësore. Pasi Artani dhe ajo u takuan, duke ndarë informacione dhe zbulime, u bë e qartë se po luftonin kundër diçkaje shumë më të madhe se sa e kishin imagjinuar fillimisht. Nuk bëhej fjalë vetëm për Elirën që përpiqej të kontrollonte pasurinë familjare. Bëhej fjalë për një sistem të tërë, një makinë të mirë vajisur shfrytëzimi dhe korrupsioni. Ishin mbledhur sërish në zyren e Donikës. Artani, Donika, Rudina dhe Dur Iliri. 4 njerëz të bashkuar nga një qëllim i përbashkët, të ekspozonin të vërtetën dhe të shpëtonin zonjën Tefta. Rudina hapi laptopin e saj, duke e kthyer ekranin që të gjithë ta shihnin. Arrita të kem akses në disa regjistra të brendshëm të klinikës Shpresa e Re, tha ajo, zëri i saj përmbante sa eksitim aq edhe shqetësim. Nuk ishte e lehtë dhe teknikisht mund të konsiderohet shkelje e privatësisë, por ajo që gjeta është tronditëse. Në ekran shfaqeshin lista emrash, datash, vlerash financiare. Artani u përkul përpara, duke u përpjekur të deshifronte informacionin. Këto janë regjistra shtrimesh në 3 vitet e fundit, shpjegoi Rudina, duke treguar pjesë të ndryshme të ekranit. Çdo rresht përfaqëson një pacient. Shikoni këtu: emri i pacientit, data e pranimit, diagnoza fillestare, mjeku përgjegjës, dhe kjo kolona e fundit këtu, që e gjeta më interesante, burimi i pagesës dhe vlerat totale. Donika rregulloi syzet duke studiuar numrat. Disa nga këto vlera janë absurde. Po flasim për qindra mijëra lekë për shtrime që kanë zgjatur me muaj. Pikërisht, ra dakord Rudina. Dhe kur fillova të hetoj pacientët individualisht, zbulova një model shqetësues. Shumica janë të moshuar. Shumë nuk kanë familje të afërt ose janë juridikisht të paftë të kontestojnë shtrimet. Dhe në disa raste, njerëzit që kërkuan shtrimet përfunduan duke pasur akses në burimet pasurore të pacientëve. Dur Iliri tregoi disa emra në listë. Njoh disa nga këto raste. Kur punoja ende atje, vura në dyshim disa nga këto diagnoza. Pacientë që dukeshin plotësisht të kthjellët duke u trajtuar sikur të kishin çrregullime të rënda. Gjithmonë merrja të njëjtën përgjigje, të besoja raportet e mjekëve të vjetër, se isha shumë i ri për të kuptuar kompleksitetin e disa kushteve. Artani ndjeu të përzierat të shtoheshin. Për sa raste po flasim këtu? Rudina lëvizi ekranin, duke treguar gjithnjë e më shumë rreshta të dhënash. Në këtë klinik specifikisht, kam identifikuar të paktën 23 raste të dyshimta në 3 vitet e fundit. Dhe kjo është vetëm ajo që arrita të aksesoj. Mund të ketë më shumë. 23 familje të shkatëruara, përshpëriti Donika. 23 jetë të rënuara nga lakmia. Dhe nuk është vetëm klinika, vazhdoi Rudina, duke hapur një tjetër skedar. Arrita të gjurmoj lidhje financiare. Shikoni këtë: transferta të rregullta nga llogaria e klinikës në disa kompani fantazmë.
Kur hetova këto kompani, zbulova se kanë lidhje me zyra avokatie, konsulence dhe madje edhe disa figura politike. Artani ndjeu gjakun t'i vlonte. Ata kanë ndërtuar një sistem të tërë. Një skem ku të gjithë përfitojnë përveç viktimave. Ka më shumë, tha Rudina, me hezitim. Gjeta informacione për disa gjyqtarë që kanë lëshuar urdhra shtrimi të detyruar me një frekuencë të dyshimshme. Gjithmonë të njëjtat klinika, gjithmonë të bazuara në raporte të njëjtëve mjek. Njëri prej tyre, gjyqtari Kujtim Dervishi, ka miratuar 18 nga 23 shtrimet që kam identifikuar. Ky është korrupsion sistematik, tha Donika, zëri i saj i tensionuar. Nuk po flasim për disa profesionistë jo etik. Po flasim për një rrjet të organizuar që shtrihet në disa shtresa të sistemit. Pyetja është, tha Artani, duke i shikuar se cilin prej tyre, si ta përdorim këtë për të nxjerrë nënën time nga atje dhe për të çmontuar gjithë këtë skem? Na duhen më shumë prova, u përgjigj Donika. Ajo që kemi tani është thelbësore, por duhet të jetë e pakundërshtueshme. Na duhen dokumente zyrtare, dëshmi të verifikueshme, prova që nuk mund të kontestohen. Dhe na duhet mbrojtje, shtoi Dur Iliri. Nëse këta njerëz kuptojnë se jemi afër t'i ekspozojmë, do të reagojnë. Dhe nuk do të jetë në mënyrë miqësore. Po punoj për një artikull, tha Rudina. Diçka të madhe, investigative, që do të jetë e pamundur të injorohet. Por më duhet kohë për të siguruar që çdo fakt është i verifikuar, çdo burim i mbrojtur. Një gabim dhe ata do të na padisin për shpifje dhe do ta varrosin gjithçka. Sa kohë, pyeti Artani me padurim. 2 javë. Ndoshta 3. 2 javë? Artani u ngrit papritur duke filluar të ecte sa andej këtej. Nëna ime është atje brenda prej 1 jave. Zoti e di se çfarë po i bëjnë. Çdo ditë që kalon, ajo bëhet më e pambrojtur, më e hutuar. Nuk mund të pres 2 javë. Artan, tha Donika butësisht. E kuptoj ankthin tënë. Por nëse veprojmë me nxitim, mund t'i përkeqësojmë gjërat. Këta njerëz kanë burime, lidhje, pushtet. Duhet të jemi strategjik. Atëherë le të jemi strategjik më shpejt, u përgjigj Artani, duke u kthyer për t'i parë. Rudina, publiko atë që ke tashmë. Edhe nëse është një version paraprak. Bër presion publik mbi ta. Nëse e bëj këtë pa prova mjaftueshëm të forta, ata do të më shkatërrojnë, kundërshtoi Rudina. Kredibiliteti im profesional do të shkojë dëm dhe historia vdes aty. Por nëna ime gjithashtu mund të vdes atje brenda, shpërtheu Artani, dhe heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e dhimbshme. Dur Iliri ishte i pari që theu heshtjen. Ka një mundësi tjetër. Mund të përpiqem të kontaktoj me mjek të tjerë që kanë punuar ose ende punojnë në klinikë. Njerëz që, si unë, kanë parë gjëra të dyshimta por kanë pasur frikë të flasin. Nëse arrim të formojmë një grup denoncuesish, do të kemi më shumë kredibilitet dhe mbrojtje. Dhe unë mund të përshpejtoj proceset gjyqësore, shtoi Donika. Të kërkoj një vlerësim mjekësor të pavarur të zonjës Tefta, të vë në dyshim vlefshmërinë e raporteve origjinale, të kontestoj prokurën. Do të bëj zhurmë në sistem dhe ndoshta do të jetë e mjaftueshme për t'i detyruar ata të lirojnë nënën tënde. Bëjeni këtë, tha Artani, vendosmëria e tij u ri për të ri. Bëni gjithë këtë. Dhe unë do të bëj pjesën time gjithashtu. Cila është kjo pjesë, pyeti Donika me kujdes. Do të përballem me Elirën. Do ta shtyj derisa të bëj një gabim. Njerëzit arrogant gjithmonë bëjnë gabime kur ndihen të kërcënuar. Artan, kjo mund të jetë e rrezikshme, paralajmëroi Rudina. Nëse ajo kupton se po heton, mund të marrë masa drastike. Tashmë ka marrë masën më drastike të mundshme duke shtruar nënën time, u përgjigj Artani. Nuk kam më asgjë për të humbur. Në ditët në vijim, secili vazhdoi me planin e tij. Rudina u zhyt edhe më thellë në hetimin e saj, duke u lidhur me burime anonime, duke verifikuar dokumente, duke ndërtuar një çështje të fortë. Dur Iliri filloi të kontaktonte ish kolegët në mënyrë diskrete, duke mbjellë farat e rebelimit kundër sistemit të korruptuar që i shërbenin. Donika punoi pa u lodhur në proceset ligjore, duke gjetur boshllëqe, duke ndërtuar argumente, duke përgatitur padi. Dhe Artani u përqendrua te Elira. Ai filloi në mënyrë delikate. Telefonata në orare strategjike. Mesazhe në duke të pafajshme duke pyetur për gjendjen shëndetësore të nënës.
Vizita të paparalajmëruara në apartamentin e Gentit. Çdo ndërveprim i llogaritur për të krijuar presion, për ta bërë Elirën të ndjente se po vëzhgohej, po vijej në dyshim, po hetohej. Genti ishte dukshëm i prekur nga situata. Kur Artani e takonte, vinte re konfliktin e brendshëm që po e shyente të birin. Rrath të zinj, duar të dridhura, zë hezitues. Genti e donte gjyshen, Artani e dinte këtë. Por Elira kishte një lloj kontrolli mbi të, diçka që e mbante në rresht edhe kur zemra i bërtiste se kjo ishte gabim. Babi, të lutem, ju lut Genti në një nga vizitat e tij. Mjaft me këtë. Elira po stresohet. Ajo thot se po ngacmon familjen. Po ngacmoj, përsëriti Artani, mos besues. Genti, gjyshja jote është e mbyllur në një klinikë psikiatrike. Po mjekohet pa nevojë. Po vuan. Dhe gjithçka për të cilën shqetësohesh është stresi i gruas tënde. Genti shmangu vështrimin, i paaftë të mbante kontaktin vizual. Nuk është kështu, babi. Thjesht, gjithçka është shumë e paqartë. Elira më tregon raportet mjekësore, më shpjegon se është e nevojshme, dhe unë dua të besoj se ajo po bën gjën e duhur. Por pastaj mendoj për gjyshen dhe... Zëri i tij u ndërpre. Dhe çfarë, Genti, e shtyu butësisht Artani, duke u ulur pranë të birit. Çfarë ndjen kur mendon për gjyshen tënde? Ndjej se po e tradhtojmë, pranoi më në fund Genti, lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrë. Ndjej se kam lejuar të ndodhë diçka e tmerrshme dhe nuk kam bërë asgjë për ta ndaluar. Artani i vuri dorën në shpatull të birit. Atëherë më ndihmo të rregulloj këtë tani. Para se të jetë tepër vonë. Genti dukej se ishte gati të përgjigjej kur Elira hyri në dhomë, shpreha e saj u ngurtësua kur pa babë e bir bashkë. Genti, tha ajo me zë të ftohtë. Mund të na lësh vetëm, të lutem? Duhet të flas me baban tënd. Genti hezitoi duke shikuar mes gruas dhe babait. Pastaj, me shpatullat e rëna në humbje, u ngrit dhe doli nga dhoma. Kur mbetën vetëm, Elira kryqëzoi krahët, qëndrimi i saj mbrojtës por i sigurt. Do ta ndalosh këtë sjellje, Artan, ose do të më duhet të marr masa ligjore kundër teje. Ngacmim, përndjekje, përpjekje për të manipuluar Gentin kundër meje. Manipuluar, qeshi Artani pa humor. Ti po më akuzon mua për manipulim. Çfarë ironie. Sytë e Elirës shkëlqyen rrezikshëm. E di se çfarë po bën. E di se ke angazhuar hetues, se po përpiqesh të diskreditosh raportet mjekësore, se po komploton për të nxjerrë zonjën Tefta nga klinika para se të marrë trajtimin e duhur. Por nuk do t'ja dalësh, Artan. Ligji është në anën time. Mjekësia është në anën time. Ti nuk ke asgjë. Ende, u përgjigj Artani me qetësi. Ende nuk kam asgjë. Por do të kem dhe kur të kem, Elira, ti do të paguash për çdo ditë vuajtjeje që i ke shkaktuar nënës sime. Elira bëri 2 hapa përpara, zëri i saj u ul në një pëshpërim kërcënuese. Ti nuk e di se me kë po përballesh, Artan. Njerëzit e përfshirë në këtë janë të fuqishëm. Më të fuqishëm se sa e imagjinon. Mund të shkatërrojnë reputacionin tënd, kompaninë tënde, gjithë jetën tënde me një telefonat të thjeshtë. Ndalo sa je ende në kohë. Artani u ngrit duke u përballur me nusën e tij. Ky ishte një kërcënim, ishte një paralajmërim, u përgjigj ajo, pa u tërhequr. Për të mirën e të gjithëve, veçanërisht të Gentit, ndaloje këtë kryqëzatë. Pranoje se zonja Tefta ka nevojë për trajtim. Lëri profesionistët të bëjnë punën e tyre. Dhe pas disa muajsh, kur ajo të jetë stabilizuar, mund të kthehet në shtëpi. Dhe ti do të kesh kontroll të plot të pasurisë familjare ndërkohë, plotësoi Artani. Sa e përshtatshme. Buzët e Elirës u përkulen në një buzëqeshje të ftohtë. Shoh se më në fund e kuptove situatën. Po, Artan. Unë kam kontroll. Kam pushtet. Kam lidhjet e duhura. Dhe ti, sa do i pasur dhe me ndikim të jesh në qarqet e tua të biznesit, nuk ke asgjë që mund të më ndaloj. Artani regjistroi çdo fjalë në kujtesën e tij. Dhe pastaj, në një vendim impulsiv që më vonë do ta njihte si genial, aktivizoi në mënyrë diskrete regjistruesin e celularit në xhep. Më trego më shumë, tha ai, zëri i tij mori një ton fals pajtues. Si funksionon saktësisht ky sistem? Duhet të ketë qenë e vështirë të ndërtosh diçka kaq të sofistikuar.
Elira, qartësisht e kënaqur me atë që e interpretoi si dorëheqje të Artanit, u relaksua paksa. Nuk ishte aq e vështirë. Do të habiteshe se sa njerëz janë të gatshëm të bashkëpunojnë kur ka para në mes. Mjek që firmosin raporte pa bërë pyetje. Gjyqtarë që miratojnë urdhra pa hetuar. Administrator klinikash që lehtësojnë shtrimet dhe mbajnë pacientët të izoluar. Secili merr pjesën e tij dhe të gjithë janë të lumtur. Përveç pacientëve, vuri në dukje Artani. Pacientët janë një sakrificë e nevojshme, u përgjigj Elira me një ftohtësi të frikshme. Shumica janë njerëz të vjetër, të lodhur, që tashmë i kanë jetuar jetët e tyre. Pse të mos lejojmë që pasuritë e tyre të përdoren nga ata që kanë energji dhe vizion për të bërë diçka produktive me to? Dhe nëna ime hyn në këtë kategori për ty, pyeti Artani, duke luftuar për ta mbajtur zërin neutral pavarësisht zemërimit që i vlonte brenda. Nëna jote është një pengesë, tha Elira drejt për drejt. Gjithmonë ka qenë. Duke kontrolluar pjesë të pasurisë, duke pasur zë në vendimet e biznesit edhe pa kuptuar asgjë nga biznesi. Genti është trashëgimtar i ligjshëm, por zonja Tefta gjithmonë ka pasur më shumë pushtet se sa duhej. Kjo duhej të ndryshonte. Dhe ti vendose ta detyrosh këtë ndryshim duke e shtruar atë ilegalisht, tha Artani, çdo fjalë peshonte tonelata. Nuk ka asgjë të paligjshme kur ke njerëzit e duhur që firmosin dokumentet e duhura, u përgjigj Elira me arrogancë. E mësova këtë në fakultet, e di. Ndonjëherë, ligji mund të modelohet për të shërbyer interesave të tua nëse di se cilat fije të tërheqësh. Dhe sa jetë ke shkatëruar duke tërhequr këto fije, Elira? Ajo ngriti supet. Nuk mbaj shënim. Por mund të them se sistemi funksionon në mënyrë perfekte. Prej vitesh tashmë. Zonja Tefta është vetëm një tjetër në sistem. Dhe kur e gjithë kjo të kaloj, kur ajo më në fund të lirohet, e dobët dhe e hutuar për të kontestuar çdo gjë, Genti do të ketë kontroll të plot mbi pjesën e saj të pasurisë. Dhe unë, si grua e përkushtuar, do ta ndihmoj të menaxhoj gjithçka. Artani ndjeu dëshirën për të bërtitur, për të shpërthyer, për ta bërë Elirën të paguante fizikisht për çdo fjalë mizore. Por u përmbaj. Sepse e dinte se kishte pikërisht atë që i duhej, një rrëfim të plot, të regjistruar, ndoshta i papranueshëm në gjykat, por shkatërues për opinionin publik. E kuptoj, tha ai me qetësi. Ke menduar për gjithçka. Gjithmonë mendoj për gjithçka, Artan. Prandaj kam fituar gjithmonë, u përgjigj Elira, duke u kthyer për të dalë. Tani sugjeroj të kthehesh në takimet e tua të biznesit dhe t'i lësh çështjet familjare atyre që vërtet e kuptojnë se si funksionojnë. Kur Elira doli, Artani mbeti i palvizur për një moment të gjatë. Pastaj, me duar të dridhura, fiku regjistruesin dhe menjëherë ja dërgoi skedarin audio Rudinës, Donikës dhe Ilirit me një mesazh të thjeshtë, e mora. Rudina i telefonoi 5 minuta më vonë, zëri i saj elektrik nga eksitimi. Artan, ky është Flori. Flori i pastër. Ajo rrëfeu gjithçka. Manipulimin, korrupsionin, gjithë skemën. Donika ishte më e kujdesshme. Është një rrëfim i fuqishëm, por i marr pa dijenin e saj. Mund të ketë probleme ligjore me këtë. Nuk më interesojnë problemet ligjore, tha Artani. Më intereson të shpëtoj nënën time dhe t'i ekspozoj këta njerëz. Përdoreni këtë regjistrim si të gjykoni më mirë. Rudina ishte tashmë një hap përpara. Do ta publikoj artikullin nesër. Me këtë regjistrim si pjesë qendrore. Do të shkaktoj një tërmend. Përgatitu. Dhe shkaktoj. Kur artikulli i Rudinës u publikua ditën tjetër, reagimi ishte i menjëhershëm dhe shpërthyes. Titulli kryesor thoshte, skema e shtrimeve të detyruara përfshin mjek, gjyqtar dhe elitën tiranase. Teksti ishte i detajuar me përpikëri, duke paraqitur raste të dokumentuara, duke treguar lidhjet financiare, duke përfshirë fragmente nga regjistrimi i Elirës dhe duke mbrojtur identitetin e burimeve, ndërsa e bënte të qartë se dëshmitar të shumt e vërtetonin historinë. Rrjetet sociale shpërthyen. Artikulli u shpërnda mira herë në pak orë. Filluan të shfaqeshin hashtagë, drejtësi për zonjën Tefta, ekspozimi shpresajre, korrupsioni në shëndetësi. Opinionet u ndanë, siç ndodhte gjithmonë, por shumica ishin të indinjuar. Kërkesat për hetim zyrtar vërshuan faqet e autoriteteve. Politikanët, duke ndjerë presionin publik, filluan të prononcoheshin duke kërkuar hetim.
Klinika Shpresa e Re lëshoi një komunikat duke mohuar të gjitha akuzat, duke pretenduar se artikulli ishte shpifës dhe duke njoftuar se do të merrnin masa ligjore kundër gazetares. Elira, përmes avokatit të saj, bëri të njëjtën gjë, duke e klasifikuar regjistrimin si montazh dhe shkelje të privatësisë. Por dëmi ishte bërë. Opinioni publik tashmë kishte marrë anën e tij. Artani mori qindra mesazhe mbështetjeje, por mori edhe kërcënime. Mesazhe anonime që e paralajmëronin të ndalonte, të tërhiqej, të hiqte artikullin nga qarkullimi. Disa ishin më eksplicite, duke përshkruar në detaje se çfarë mund të ndodhte nëse ai vazhdonte kryqëzatën e tij. Ai injoroi të gjitha. Ndërkohë, të tjerë filluan të flisnin. Familjarë të pacientëve të tjerë të shtruar në klinikën Shpresa e Re kontaktuan Rudinën duke ndarë historitë e tyre. Raste të ngjashme. Shtrime të dyshimta. Akses i papritur në burimet pasurore nga të afërm të largët ose bashkëshorë. Modeli ishte i pamohueshëm. Një nga këta familjar ishte Mirakola, një grua 45 vjeçare, babai i së cilës ishte shtruar në të njëjtën klinik 2 vjet më parë. Ai ndroi jetë atje, zyrtarisht nga komplikacione kardiake, por Mira gjithmonë kishte dyshuar se kishte diçka që nuk shkonte. Kur pa artikullin e Rudinës, vendosi se ishte koha të fliste. Babai im ishte i fortë, i shëndetshëm, i kthjellët, tha ajo në një intervistë video që u bë virale shpejt. Xhaxhai im, vëllai i tij, arriti një shtrim të detyruar duke pretenduar se babai po kishte episode agresiviteti. Ishte një gënjeshtër e plodhë. Babai u dërgua në klinikën Shpresa e Re dhe 3 muaj më vonë ishte i vdekur. Dhe xhaxhai im, rastësisht, trashëgoi pjesën e kompanisë familjare që i përkiste babait tim. Histori si ajo e Mirës u shumë fishuan. Secila duke shtuar më shumë peshë, më shumë prova, më shumë dëshmi se skema ishte reale, sistematike dhe kishte shkatëruar familje të tëra. Presioni mbi autoritetet u bë i paqëndrueshëm. Prokuroria njoftoi hapjen e një hetimi formal. Policia e shtetit u aktivizua. Urdhra kontrolli u lëshuan për klinikën Shpresa e Re, për zyrat e avokatisë të përfshira, për banesat e mjekëve të dyshuar. Dhe më në fund, një urdhër gjykate përcaktoi largimin e menjëhershëm të gjithë pacientëve nga klinika Shpresa e Re për vlerësim mjekësor të pavarur në institucione të tjera. Artani mori lajmin nga Donika me telefon. Nëna e tij do të transferohej ditën tjetër. Do të jem atje, tha ai menjëherë. Do ta marr personalisht. Artan, hezitoi Donika. Përgatitu. Nuk e di se në çfarë gjendjeje do të jetë nëna jote. Një javë mjekimi të detyruar, izolimi, trajtimi i papërshtatshëm. Mund të ketë shkaktuar dëme. Nuk ka rëndësi, u përgjigj Artani, zëri i tij u thye nga emocioni. Do ta çoj në shtëpi. Dhe do të kujdesem për të. Për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Atë natë, i vetëm në vilën e tij të heshtur, Artani eci drejt kopshtit me orkide që nëna e tij e donte aq shumë. Shumë nga lulet ishin vyshkur në mungesë të saj, pa prekjen e saj të kujdesshme, pa vëmendjen e saj të përkushtuar. Por disa ende lulëzonin, kokforta, rezistente, duke refuzuar të dorëzoheshin. Si ti, mami, u përshpëriti Artani orkideve. Duke refuzuar të dorëzohesh. Duke rezistuar. Dhe nesër, unë të sjell përsëri në shtëpi. Në kopshtin tënd. Në jetën tënde. Premtova se do ta rregulloja këtë. Dhe po e mbaj premtimin. Mëngjesi zbardhi i vrenjtur në Tiranë, por për Artanin dukej si dita më e ndritshme e jetës së tij. Ai nuk kishte fjetur, por jo nga ankthi apo shqetësimi. Ishte nga pritja. Pas pak orësh do të shite nënën e tij përsëri. Dhe këtë herë do ta çonte në shtëpi. Donika, Rudina dhe Iliri e shoqëruan deri te klinika Shpresa e Re. Vendi që ditë më parë përfaqësonte një simbol të shtypjes dhe padrejtësisë, tani ishte i rrethuar nga makina policie, furgon të prokurorisë dhe automjete të medias. Fasada e patëmet e klinikës dukej më pak madhështore në nënvëzhgimin publik, sikur vetë ndërtesa ta dinte se sekretet e saj ishin ekspozuar. Agjent hynin dhe dilnin nga ndërtesa duke mbajtur kuti me dokumente, kompjuter, dosje. Brenda, mjekët dhe administratorët merreshin në pyetje, kartelat mjekësore konfiskoheshin, pacientët transferoheshin me kujdes në institucione të tjera për vlerësim të pavarur. Artani kaloi sigurin duke treguar urdhrin e gjykatës që i jepte të drejtën të merrte nënën e tij.
Një oficer e shoqëroi nëpër korridoret e bardha dhe sterile të klinikës deri në dhomën ku zonja Tefta ishte akomoduar. Akomoduar. Çfarë fjale e papërshtatshme për të përshkruar një robëri, mendoi Artani me hidhërim. Kur dera u hap dhe ai e pa, zemra ju coptua dhe ju mbush me lehtësim në të njëjtën kohë. Zonja Tefta ishte ulur në krevat, e veshur me një robë spitali të thjeshtë, flokët e saj të thinjur më të shprishur se sa e mbante mend. Ishte më e dobët, lëkura e saj e zbeth, syt paksa të qelq nga efekti i mbetur i mjekimit. Por kur shikoi nga dera dhe pa Artanin, diçka u ndes në ata sy. Njohje. Lehtësim. Dashuri. Bir, pëshpëriti ajo, zëri i saj i dobët por i qartë. Erdhe. Artani përshkoi dhomën me 3 hapa të mëdhenj dhe e mbështolli në krahët e tij, duke e ndjerë të dridhej pranë tij. Premtova se do të vija, mami, tha ai, zëri i tij i mbytur. Premtova se do të nxirrja nga këtu. Zonja Tefta u kap pas të birit sikur ai të ishte e vetmja gjë e fortë në një botë që ishte bërë e pakuptueshme. Nuk e kuptova pse më sollën këtu, murmuriti ajo. U përpoqa t'u shpjegoja se nuk isha e sëmur, se nuk kisha nevojë të isha këtu. Por askush nuk dëgjonte. Vetëm më jepnin ilaçe. Kaq shumë ilaçe. Dhe unë bëhesha kaq e lodhur, kaq e hutuar. E di, mami. E di. Por mbaroj tani. Po shkojmë në shtëpi. Një mjeke e caktuar nga prokuroria hyri në dhomë, duke u prezantuar si Dur Alma Dervishi. Ajo do të bënte një vlerësim paraprak të zonjës Tefta para se ajo të mund të largohej nga klinika. Vlerësimi zgjati rreth 30 minuta. Doktoresha bëri pyetje të thjeshta rreth orientimit në kohë dhe hapësirë, verifikoi shenjat jetësore, rishikoi historikun e mjekimit të administruar ditët e fundit. Shpreha e saj bëhej më serioze me çdo zbulim. Kur mbaroi, e thirri Artanin jashtë dhomës. Zoti Gashi, tha ajo me zë profesional, por qartësisht të indinjuar, nëna juaj është nënshtruar dozave masive të qetësuesve dhe antipsikotikëve krejtësisht të panevojshëm. Nuk ka asnjë provë për ndonjë çrregullim mendor që justifikonte këtë trajtim. Ajo që i kanë bërë asaj është, sinqerisht, kriminale. A do të shërohet? Pyeti Artani, zëri i tij i tensionuar. Me kohë, po. Për fat të mirë, shtrimi ishte relativisht i shkurtër. Disa javë më shumë nën këtë regjim mjekimi dhe dëmet mund të kishin qenë të përhershme. Por me ndjekje të duhur, ndërprerje graduale të ilaçeve dhe shumë kujdes, ajo duhet të kthehet në gjendjen e saj normale. Artani ndjeu lotët t'i digjnin syt. Faleminderit, doktoresh. Që u kujdeset për të. Dur Alma tundi kokën. Do të përshkruaj një plan për heqjen graduale të ilaçeve dhe do të rekomandoj ndjekje psikologjike për ta ndihmuar të përpunoj traumën e kësaj përvoje. Askush nuk duhet të kalojë atë që kaloi nëna juaj. Kur Artani u kthye në dhomë, gjeti Rudinën duke biseduar butësisht me zonjën Tefta, duke i shpjeguar se kush ishte dhe si kishte ndihmuar në ekspozimin e të vërtetës. Zonja Tefta dëgjonte me vëmendje dhe pavarësisht hutisë së mbetur, Artani shihte inteligjencën ende duke shkëlqyer në sytë e saj. Nëna e tij ishte e fortë. I kishte mbijetuar kësaj. Dhe me kohë e dashuri do të shërohej plotësisht. Dalja nga klinika u regjistrua nga kamerat e mediave të shumta. Artani e mbrojti nënën e tij nga blicet, duke e mbështjellë me një pallto dhe duke e drejtuar butësisht drejt makinës. Rudina tashmë kishte përgatitur një komunikat për shtyp që Artani e lexoi shpejt, një deklaratë që kërkonte privatësi për familjen gjatë shërimit të zonjës Tefta, duke falënderuar mbështetjen publike dhe duke riafirmuar angazhimin për drejtësi të plotë për të gjitha viktimat e skemës. Rrugës për në shtëpi, zonja Tefta mbështeti kokën në shpatullën e Artanit, siç bënte kur ai ishte fëmijë. Më mori malli aq shumë për orkidet e mia, tha ajo butësisht. Vallë janë ende gjallë? Disa janë, mami. Dhe do të kujdesemi për to bashk. Do ta bëjmë kopshtin të lulëzoj përsëri. Pas kthimit në vil, gjëja e parë që zonja Tefta kërkoi ishte një banjë e ngrohtë dhe rroba të pastra. Shërbëtoret, të cilat ishin thellësisht të shqetësuara nga ajo që kishte ndodhur, e pritën me lot lehtësimi dhe e ndihmuan me kujdes amësor. Kur zonja Tefta zbriti shkallët një orë më vonë, e veshur me një nga fustanet e saj të preferuara, flokët e larë dhe të krejur, dukej më shumë si vetvetja. Ende e brish, ende e prekur nga sprova, por padyshim e njëjta grua e fortë që Artani kishte njohur gjithmonë.
Ajo shkoi drejt në kopsht, duke u gjunjëzuar me kujdes pranë orkideve. Duart e saj të dridhura prekën petalet delikate me familiaritet dhe dashuri. Lule të gjora, murmuriti ajo. E ndjen edhe ato mungesën time. Artani u gjunjëzua pranë saj. Do të kujdesemi për to bashk, mami. Nuk do të udhëtoj më kaq shumë. Nuk do të lë më vetëm. Zonja Tefta u kthye për ta parë dhe Artani pa lot në sytë e saj. Ti më shpëtove, bir. Kur isha atje brenda, e hutuar, e friksuar, u kapa pas sigurisë se ti nuk do të më braktisje. Dhe kisha të drejtë. Artani e përqafoi me delikatesë, duke ndjerë brishtësinë e saj, por edhe forcën elastike që gjithmonë e kishte përcaktuar. Gjithmonë do të jem këtu për ty, mami. Gjithmonë. Ndërkohë, stuhia që Artani, Rudina dhe aleatët e tyre kishin shkaktuar vazhdonte të rritej në intensitet. Hetimi policor thelloi, duke u degëzuar në drejtime të shumta. Llogaritë bankare u ngrin, dokumentet u analizuan, dëshmitarët u dëgjuan. Elira u përpoq të aratisej. 2 ditë pasi u publikua artikulli i Rudinës, ajo mori një fluturim për në mal të zi, duke planifikuar që andej të vazhdonte për në ndonjë vend pa traktat ekstradimi me Shqipërinë. Por Interpoli tashmë ishte njoftuar. Ajo u ndalua në aeroportin e Podgoricës dhe u ekstradua përsëri në Shqipëri brenda pak ditësh. Kthimi i Elirës ishte një spektakël publik. E prangosur, e shoqëruar nga agent, duke hyrë në një makinë policie në nënvështrimin e vëmendshëm të kamerave dhe turmës së zemëruar që ishte mbledhur për ta parë të çohej në burg. Gruaja që javë më parë rezatonte besim dhe kontroll, tani dukej e vogël, e friksuar, e mposhtur. Genti ishte i shkatëruar. Kur Artani më në fund u takua me të birin pas shpëtimit të zonjës Tefta, Genti qau siç nuk ishte qarë që fëmijë. Nuk e dija, babi, dënesi ai. Betohem se nuk e dija për masën e gjithçkaje. Elira më thoshte se ishte për të mirën e gjyshes, se mjekët e dinin se çfarë po bënin. Unë isha një frikacak. Isha i dobët. Artani përqafoi të birin, duke ndjerë zemërimin dhe mërinë e tij, duke luftuar kundër dashurisë atërore. Ti u manipulove, Genti. Ashtu siç u manipuluan njerëz të tjerë. Por tani ke shansin të bësh gjën e duhur. Të dëshmosh kundër Elirës. Të ndihmosh të sigurohesh që ajo dhe të gjithë të përfshirët të paguajnë për krimet. Genti ra dakord, duke vendosur të bashkëpunonte plotësisht me hetimet. Nëna e tij, e cila deri atëherë ishte larg jetës së tij, u rishfaq duke i ofruar mbështetje. Ishte një grua me të cilën Artani kishte pasur një lidhje të shkurtër dekada më parë, një marrëdhënie që nuk kishte funksionuar por që kishte rezultuar në lindjen e Gentit. Ajo kur nuk kishte qenë shumë e pranishme në jetën e të birit, diçka që gjithmonë i kishte rënduar ndërgjegjes së Artanit si përgjegjësi e tij. Por tani, duke parë Gentin të pambrojtur dhe me nevojë për familje, ajo u kthye dhe së bashku filluan ta ndihmonin të rindërtohej. Gjyqi filloi 3 muaj më vonë. Salla e gjykatës ishte plot çdo ditë, me radhë që formoheshin që në orët e para të mëngjesit nga njerëz që donin të ndiqnin zhvillimin e çështjes që kishte tronditur vendin. Elira u akuzua për krime të shumta, rrëmbim personi me anë të mashtrimit, mashtrim i kualifikuar, krijim i organizatës kriminale, falsifikim dokumentesh, përvetësim dhe më shumë. Prokurorët paraqitën pirgje provash. Dokumente financiare që tregonin fluksin e parave të paligjshme. Dëshmi të viktimave dhe familjarëve të shkatëruar nga skema. Regjistrimi shkatërues ku Elira rrëfente gjithçka. Por momenti më prekës i gjyqit ishte kur zonja Tefta u ngjit në bankën e dëshmitarëve. Ajo ishte shëruar ndjeshëm në javët pas lirimit të saj. Me ndjekje mjekësore të duhur, terapi dhe dashurinë e familjes, kthjelltësia dhe forca e saj ishin kthyer plotësisht. E veshur me një kostum elegant por diskret, zonja Tefta foli me zë të qartë dhe të prerë për përvojën e saj. Përshkroi frikën që ndjeu kur burra të uniformuar e rrëmbyen nga shtëpia e saj. Pambarimin e të qenit e mbyllur në një dhomë të huaj, duke u mjekuar kundër vullnetit të saj. Hutim në rritje të shkaktuar nga ilaçet që e linin të trullosur dhe të paftë të mendonte qartë. Dhe më në fund, terrorin e të kuptuarit se askush nuk i besonte protestave të saj për shëndetin mendor. Mendova se do të çmendesha vërtet, tha ajo, zëri i saj u thye paksa për herë të parë. Nëse mjekimi do të vazhdonte, nëse izolimi do të vazhdonte, nëse askush nuk do të vinte të më shpëtonte.
Mendova se do të vdisja në atë vend, larg shtëpisë sime, orkideve të mia, djalit tim. Dhe gjithçka për lakmi. Gjithçka sepse dikush vendosi se jeta ime vlente më pak se paratë e mia, nuk kishte asnjë sy të thatë në sallën e gjyqit. Edhe gjyqtari, një burr me përvojë i mësuar me raste të vështira, u desh të ndalonte për një moment për t'u përmbledhur. Dëshmuan edhe të tjerë. Mira Kola foli për baban që humbi. Dur Iliri detajoi parregullsitë që kishte vërejtur. Rudina paraqiti gjithë dokumentacionin që kishte mbledhur. Familje pas familjeje ndan histori të ngjashme humbjeje, manipulimi dhe padrejtësie. Bashkëpunëtorët e Elirës gjithashtu u gjykuan. Mjekët që firmosën raporte false. Gjyqtari Kujtim Dervishi që miratoi shtrime pa kujdesin e duhur. Administratorët e klinikës Shpresa e Re që lehtësuan skemën. Avokatët që përgatitën dokumente mashtruese. Secili duke u përballur me akuzat e veta, gjykimet e veta, dënimet e veta. Kur u lexua vendimi përfundimtar, 3 muaj pas fillimit të gjyqit, dënimi ishte i ashpër. Elira u dënua me 28 vjet burg. Pa të drejtë lirje me kusht në 10 vitet e para. Pasuritë e saj u konfiskuan për të dëmshpërblyer viktima. Bashkëpunëtorët e saj morën dënime që varionin nga 8 deri në 20 vjet në varësi të nivelit të përfshirjes. Klinika Shpresa e Re u mbyll përgjithmonë. Ndërtesa e saj do të shndërrohej në një qendër mbështetjeje për të moshuarit e pambrojtur, një ironi që nuk i shpëtoi askujt. Dhe ndoshta pasoja më e rëndësishme, një reformë e gjerë në sistemin e shtrimeve të detyruara u iniciua. U zbatuan masa të reja mbrojtëse. Vlerësimet mjekësore të pavarura u bën të detyrueshme. Procesi gjyqësor fitoi më shumë mbikëqyrje dhe transparencë. Gjithçka për të siguruar që të merri që zonja Tefta dhe kaq shumë të tjerë pësuan, të mos ndodhte më kurrë. Një vit pas shpëtimit të zonjës Tefta, Artani organizoi një ceremoni të veçantë në vilën e tij. Familjar të viktimave, gazetar, avokat, mjek etik, të gjithë ishin të ftuar. Ishte inaugurimi zyrtar i fondacionit Tefta Gashi për mbrojtjen e të moshuarve të pambrojtur. Fondacioni do të ofronte ndihmë juridike falas për familjet që dyshonin për manipulime. Edukim mbi të drejtat e të moshuarve. Mbështetje psikologjike për viktimat e shtrimeve mashtruese. Dhe do të punonte aktivisht me autoritetet për të monitoruar dhe përmirësuar sistemin e shëndetit mendor në Shqipëri. Zonja Tefta, tani plotësisht e shëruar dhe më plot jetë se kurrë, ishte e para që foli në ceremoni. Ajo ishte në kopshtin e saj, e rrethuar nga orkidet që i kishte kujdesur me aq përkushtim, lule që tani lulëzonin në gjithë lavdinë e tyre. Imbjetova diçkaje që askush nuk duhet t'imbjetoj, filloi ajo, zëri i saj i prerë arrinte të gjithë të pranishmin. Më rrëmbyen nga shtëpia ime, nga jeta ime, më trajtuan sikur të isha mendërisht e paaft kur isha plotësisht e kthjellët. Më mjekuan derisa gati e humba vërtet mendjen. Dhe gjithçka për lakmi. Gjithçka sepse pasuria ime ishte më e vlefshme se njerëzillku im. Ajo bëri një pauzë duke shikuar Artanin me krenari dhe dashuri. Por djali im nuk hoqi dorë nga unë. As aleatët që ai gjeti gjatë rrugës. Rudina Xhaxho që rrezikoi karrierën e saj për të ekspozuar të vërtetën. Avokatja Donika Basha që luftoi pa u lodhur në sistemin juridik. Dur Ilir Vokshi që pati guximin të denonconte edhe pse i dinte pasojat. Dhe kaq shumë të tjerë që refuzuan të pranonin padrejtësinë. Publiku Duart Rokiti dhe zonja Tefta Buzqeshi. Ky fondacion ekziston për të siguruar që familje të tjera të mos kalojnë atë që kaluam ne. Për të mbrojtur më të pambrojturit mes nesh. Për t'i kujtuar shoqërisë se të moshuarit nuk janë të hedhshëm, se jetët e tyre kanë vlerë pavarësisht se sa para zotërojnë. Artani u ngjit në skenën e improvizuar të ngritur në kopsht, duke qëndruar pranë nënës së tij. Ai shikoi turmën e mbledhur duke parë fytyra njerëzish që kishin vuajtur, që kishin luftuar, që kishin fituar. Ky fondacion është më shumë se një organizat, tha ai. Është një zotim. Një zotim për të mos lejuar më kurrë që sistemi të përdoret për të shkatëruar familje. Për të siguruar që lakmia dhe korrupsioni të mos fitojnë mbi dashurinë dhe humanizmin. Në muajt në vijim, fondacioni Tefta Gashi u rrit me shpejtësi. Raste vinin nga e gjithë Shqipëria. Familje të dëshpëruara që kërkonin ndihmë, të moshuar të pambrojtur që kishin nevojë për mbrojtje, denoncime për parregullsi në institucione të tjera.
Dhe fondacioni i përgjigjej çdo thirrjeje duke hetuar, duke ndërhyrë, duke luftuar. Rudina vazhdoi punën e saj gazetareske, tani e fokusuar në çështje të drejtësisë sociale dhe mbrojtjes së të pambrojturve. Reportazhet e saj fituan çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo u bë një zë i respektuar, i frikshëm për ata që vepronin në hije dhe i festuar nga ata që kërkonin drejtë. Dre Iliri gjeti një pozicion në një spital publik, ku mund të ushtronte mjekësinë me etikë dhe integritet. Ai gjithashtu u bë konsulent i fondacionit, duke ndihmuar në identifikimin e rasteve të dyshimta dhe duke edukuar profesionistë të tjerë mbi shenjat e shtrimeve mashtruese. Donika zgjeroi praktikën e saj juridike, duke u specializuar në të drejtën e të moshuarve dhe të paaftëve. Ajo ofronte një pjesë të kohës së saj falas përmes fondacionit, duke siguruar që drejtësia të mos ishte privilegj vetëm i të pasurve. Genti, pas divorcit nga Elira dhe pasi kaloi terapi të gjatë, rindërtoi ngadalë jetën e tij. U pajtua plotësisht me Artanin dhe zonjën Tefta. Filloi të punonte në kompaninë e familjes, këtë herë me një qëllim të ri për të rirë dhe me ndërgjegje për përgjegjësitë që vijnë me privilegjin. Dhe zonja Tefta, mbijetuesja elastike në qendër të gjithë kësaj, lulëzoi si orkidet e saj të dashura. Ajo u bë fytyra e fondacionit, duke udhëtuar nëpër vend, duke ndarë historinë e saj, duke frymëzuar të tjerët të luftonin, të rezistonin, të mos dorëzoheshin kurrë. Në moshën 75 vjeçare, ajo kishte më shumë energji dhe qëllim se shumë njerëz sa gjysma e moshës së saj. Një pasdite të diele, një vit e gjysmë pas lirimit të saj, Artani e gjeti nënën e tij në kopsht, si gjithmonë. Ajo po krasiste me delikatesë orkidet, duke kënduar një melodi të vjetër që ai e mbante mend nga fëmijëria e tij. Si janë lulet e tua, mami? E pyeti ai, duke u ulur pranë saj. Po lulëzojnë, u përgjigj ajo me një buzëqeshje. Si ne? Pasi gati vdiqem, po lulëzojmë. Artani i kapi dorën, duke vëzhguar shenjat e kohës dhe të jetës në atë lëkurë. Ti je personi më i fortë që njoh. Zonja Tefta i shtrëngoi dorën të birit. Nuk jam e fortë, i dashur. Thjesht kokë fort. Refuzova të dorëzohesha. Refuzova t'i lija të më thyenin. Dhe kisha ty për të më dhënë arsye për të luftuar. Gjithmonë do të jem këtu, mami. E di, bir. Gjithmonë e kam ditur. Ata qëndruan aty ulur në heshtje të rehatshme, të rrethuar nga orkidet që dëshmuan gjithçka. Lulet që u vyshkën në mungesë të zonjës Tefta dhe lulëzuan në kthimin e saj. Simbole perfekte të qëndrueshmërisë, bukurisë dhe aftësisë për të mbijetuar edhe në kushtet më të vështira. Historia e zonjës Tefta dhe Artanit u bë frymëzim për ndryshime reale në sistem. Ligjet u reformuan. Mbrojtjet u forcuan. Dhe megjithse lufta kundër korrupsionit dhe shfrytëzimit nuk mbaronte kurrë plotësisht, të paktën tani kishte kujdestar vigjilent. Kishte njerëz të gatshëm të luftonin. Kishte shpresë. Dhe në një vilë në zonën e liçenit artificial në Tiranë, në një kopsht plot me orkide, një nën dhe djali i saj gjetën paqe. Gjetën shërim. Gjetën rrugën e kthimit të njëri tjetri pasi gati humbën gjithçka. Sepse në fund nuk ishin paratë që fituan. Nuk ishte pushteti apo lidhjet apo manipulimet ligjore. Ishte dashuria. Dashuria e një djali për nënën e tij. Dashuria që refuzoi të pranonte padrejtësinë. Dashuria që lëvizi male, rrëzoi perandori korrupsioni dhe solli dritë aty ku kishte vetëm errësirë. Dhe kjo dashuri, aq e pastër dhe e palëkundur sa orkidet që vazhdonin të lulëzonin, ishte trashëgimia e vërtetë që zonja Tefta dhe Artani do t'i linin botës. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Tefta dhe Artanit t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim lufte, dashurie dhe drejtësie, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte guximi i Artanit për të përballuar korrupsionin? Qëndrueshmëria e zonjës Tefta? Vendosmëria e Rudinës për të ekspozuar të vërtetën? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, sfidat me të cilat përballemi dhe forcën që gjejmë kur refuzojmë të heqim dorë nga ata që duam. Pjesëmarrja juaj në komente frymëzon histori të reja dhe forcon komunitetin ton. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një tjetër rrëfim që do t'ju bëjë të reflektoni mbi familjen, drejtësinë dhe fuqinë transformuese të dashurisë. Deri atëherë.